për kapiteni ka diçka tjetër për të thënë përpara shikuesve të shumë dhe tifozëve shkodranë që presin këtë praktikesh me shumë interes. Sigurisht me pjesën e urimit u morë dhe gure, përshëndesim si më thonë gjithë ata që e duan Shkodran dhe gjithë ata që e duan Vllaznin me rastin e 107 vjetorit të klubit. Dhe por gjithë fokusi mund të them është e ndeshja. Mendoj që këtë fest më të bukur e bën 3 pikë, kështu që përqendrimi është maksimal aty. Natyshëm që festa Vllaznis është kulmi i gjithçka, por ka një festë sot. Si son Valentino që do të bëjë skuadrës festohet. Sigurisht ka djem që festojnë, do të harrojmë Shën Valentinin për gjithë, po bën shumë festa dhe shumë bashkë. Bale, 8 ndeshje rresht fitore, Vllaznia 7 për tyre të fundit pa fituar. Duke që kjo është veçoria më e mirë e gjithë kohës të fundit të skuadrës. Veçori e mirë, mund të them vjen një moment mirë, ndoshta para pak javësh duke larg vendi i parë dhe krijoi ndoshta një frymë që deri diku nuk ishte ajo që na duhej, por që skuadra tregoi që ka forcë, ka kualitet dhe potencial për ta kthyer situatën. Mendoj që ky grup djemsh që mas janarit, mund të them atë teori që bëme, tregoi që realisht kjo skuadër që ka shumë cilësi brenda dhe pretendimet janë maksimale. Bale, fitoret e skuadrës po e mësojnë qytetin me idenë që do të shpallet kampion. A rëndon për ju ky objektiv, duke qenë se skuadra ka vite që nuk ka fituar? Them drejt e nuk rëndon, ne dim që kur nis sezoni, mund të them Vllaznia gjithmonë nis pretendente, titulli kampion është ajo që kërkojnë gjithë, por që për të shkuar aty është një rrugtim i gjatë. Besoj që kena bën mirë, kena marrë neshet me radhë, kena kaluar atë ndoshta si krizë që mund quhej dhe kjo tregon forcë, kështu që kjo skuadër po bën mirë, mendoj që gjithë janë qartë në atë që duam dhe sigurisht që duhen marrë gradualisht neshe mas neshe për shkuar aty ku gjithë kërkojmë. Bale, deshit e fundit ka shënuar Kallaku dhe Kastrati, por është i kënaqur Bala me formën që ka kaluar. Sigurisht jam i kënaqur, shënon apo nuk shënon Bala e rëndësi ka që fiton Vllaznia. Në skuadër ka përballje me shumë lojtarë cilësor që mund të shënojnë dhe mund ta çojnë skuadrën tek fitoria, kështu që jena gjithë për një objektiv. Më e rëndësishme është fitoria e Vllaznisë, jo vetëm golat e Balait. Balaj rikthimi i Dodajt në skuadër e keni pasur një kolekt përpara se të shkonte në Bullgari. Sigurisht një lojtar që i jep cilësi skuadrës, një lojtar që ndoshta nuk i duhet shumë kohë për të ambientuar, pasi ishte jo shumë para pak muajsh ishte pjesë e skuadrës dhe pjesë shumë e rëndësishme e skuadrës me kontributin që dha. Normalisht dëshira jonë është ta shohim sa më lart, ndoshta një kthim Shkodër duket një hap pas, por që i kam folë me te, i them që gjithmonë kthehet te Vllaznia aty ku ndihet mirë për ndoshta për të marrë akoma një spunto më të madhe dhe për që të jetë akoma më gati për hapa që do hell në të ardhmen. Stërvitje dhe grumbullin në Ulqin në premteshje, duke që keni bërë një vlerësim maksimal në shtatë nesër. Sigurisht përveç stërvitjes, mund të them e rëndësishme është që skuadrat të rrinë bashkë, djem të rrinë bashkë, i kalojnë bashkë çdo ditë larg ndoshta sikletit apo asaj pjesë që duke menduar për neshën, kështu që na ka bërë mirë, mund të them na ka dhënë rezultat kjo pjesë, kështu që pse jo. A është kjo një ndeshje ku skuadrat hyn me forca të barabarta apo ndoshta Vllaznia më e avantazhuar për shkak të fitores edhe për shkak të faktit që ka 24 orë pushim në raport me Elbasanin? Këto janë detaje që ndoshta s'duhet i shoh, Elbasani tregon vetë rënditja, cilësinë dhe forcën që ka, kështu që ne e vlerësojmë maksimalisht, vjen si vendi i dytë si një kundërshtar direkt për titullin kampion. Sigurisht që një fitore do na jepte një distancë akoma më të madhe, si më thonë, me Elbasanin edhe ndoshta me kundërshtar të tjerë. Por që e rëndësishme është për ne luajmë Shkodër dhe sigurisht me potencialin dhe skuadrën që kena do kërkojmë vetëm fitoren. Bala ka sakrifikuar jo pak gjatë këtij sezoni, shumë pakush e di, por në shumë ndeshje ju keni luajtur edhe i dëmtuar. I ka kaluar Bala ato probleme që kanë munduar gjysmën e parë të sezonit? Mund të them jo vetëm Bala, dëmtimet janë pjesë e rrugtimit tonë, pjesë e kampionatit, shumë ne ndoshta ajo lohatja apo ajo krizë që u përfol shumë gjatë gjitha asaj kohë, erdhi si rezultat i problemeve dhe dëmtime që i kishim skuadër. Ndoshta shihet që skuadra në kapacitetin e saj plot apo në gjendjen e saj më të mirë e kemi pa që është në gjendje të jap dhe jam i sigurt që i bindem që po të vazhdojmë pa probleme, ecuria do jetë mirë. Klubi futbollit Vllaznia ka shpërndar ftesën për një orë përpara ndeshjes të ketë një ceremoni festive zyrtare në mjedisjet e brendshme të klubit Vllaznia. Ndërkohë skuadra do ta festojë në pas këtë. Mendoj që kjo fest ju takon gjithëve.
se me dhamë Vllaznia ka shumë tifoz, shumë sportdash, duhen ta shohin Vllaznin në maj dhe sigurisht që në 7 vjetore është numër goxha i madh që duhet festu. Uroj ta festojnë dhe ta shijojnë gjithë, por fokusi jonë është tek neshja. Shpresoj që 3 pikë që jonë t'i gëzoj akoma me shumë gjithë. Një gol i Balet për këtë festë Do ishte mirë një gol që mund sillte fitoren, por pak rëndësi ka. Fitoria është mbi të gjitha.